Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për fuqizimin, angazhimin dhe ndryshimin që po bën pikërisht organizata jo qeveritare Ideja. E për këtë kam të ftuar projekt koordinatorin Velart Paçarizën. Përshëndetje, mirë se erdhën në studio. Përshëndetje Adeja, është kënaqësi të jesh në studio, po ashtu është kënaqësi e veçantë të jesh në studio, e cila moderohet nga një gazetare e cila vetë se ka qenë në aktivitetet e organizatës Ideja. Kështu që të falenderoj për mundësinë e vënë. Pikërisht kjo organizatë pra merret me rinin dhe unë kam gjetë vetëm shumë këtë organizatë, me të vërtet ka pasur aktivitete shumë kështu të lezetshme, po edhe edukative. A mund të na tregu pra për misionin e organizatës dhe ka ardhur emri? Po, organizata Ideja është një organizatë e cila është themeluar në vitin 2012. Pra është me selinë në Prizren dhe gjithë fokusin e ka te rinia. Pra realizon aktivitete edukative, sociale dhe kulturore në fokus të rinisë. Qëllimi i organizatës është fuqizimi i kapacitetit rinor dhe gjithmonë edhe në hyrjen e objektit të organizatës e kemi një moto e cila na motivon, i cili është pra shteti i ndershëm përbëhet nga politikantë e ndershme. Politikantë e ndershme përbëhen prej shoqërisë së ndershme, kurse shoqëria e ndershme përbëhet prej individëve të ndershëm. Dhe qëllimi onë është që të organizohemi dhe të investojmë në individ të ndershëm, pra tek rinia, që ata më vonë të bëhen individ të ndershëm dhe të kontribuojnë në shoqëri. Prandaj, duke u bazuar në këtë moto, pra është motivi ynë dhe vazhdojmë të realizojmë aktivitete të ndryshme rinore, sa i përket aktiviteteve dhe projekteve të organizatës, janë themi dy projekte tradicionale e cila njihet ky organizat, është projekti i bursave, Ideja Scholarship Program, dhe është projekti Balkan Youth School. Nëse flasim për projektin e parë, ky projekt është gati duke u realizuar që 5 vite. Kuadër të projektit, pjesëmarrësit e projektit përfitojnë bursa mujore nga organizata. Këtë projekt kemi realizuar në bashkëpunim, apo të them me përkrajen e bizneseve vendore, të cilat me qëllim të mirë në kanë përkrahur dhe nxënësit të cilët bëhen pjesë e këtij projektit përfitojnë bursë mujore. Po përveç se përfitojnë bursë mujore, ata bëhen edhe pjesë e aktiviteteve tona. Pra, ne në kuadër projektit realizojmë një program të veçantë, programet javore, aktivitete javore, ku gjithë projekti gati zgjat 7 muaj, edhe ata bëhen pjesë edhe aktiviteteve, por edhe përfitojnë një bursë mujore. 2 vitet e para të këtij projektit ka qenë në fokus të studentëve të Universitetit të Prizrenit, por pas 2 viteve kemi pa që studentët po kanë më shumë mundësi me përfitu bursë, qoftë nga qeveria, qoftë nga organizata të ndryshme, institucione të ndryshme, edhe thamë, hajtë ta ndrojmë pak konceptin edhe fokusin të e bëjmë tek nxënësit e shkollave të mesme. Kështu që në 2 vitet e fundit këtë projekt e kemi realizuar me nxënësit e shkollave të mesme, ka një interesim të jashtëzakonshëm për të bërë pjesë e këtij projekti. Gjithmonë selektimi, pra gjithmonë kur vinë edhe në intervista në selektim, nxënësve i thuajmë që kjo nuk është ndonjë bursë sociale ose bursë humanitare. Pra thelbi i projektit nuk është projekt humanitar. Nuk është qëllimi i dhënies së bursës, po është qëllimi që ata të bëhen pjesë e aktiviteteve të projektit dhe në një mënyrë të stimulojmë edhe që një i ri që është edhe në shkollën e mesme të fillojë ta ndjejë se si është ajo ndjenja për me përfituar një bursë. Edhe këto të vazhdoj pastaj edhe në universitet. Sa ka pas interesim pikërisht në këtë projekt, ndoshta me krahasu me vitin e parë dhe tash? Po, në vitin interesim gjithmonë është i jashtëzakonshëm, për shkak se puna është fundi kanë me përfituar një bursë. Po kapaciteti jonë është jashtëzakonisht mirë të shkruar për shkak se çdo vit jemi duke u rritur. Vitin e parë e kemi pas 8 bursista. Në kapaciteti ka qenë që mundemi me imbulu vetëm 8 bursista. Por projekti ka dalë i suksesshëm, edhe bizneset tjera e kanë pa suksesin e projektit, edhe me vetë dëshirë
na kanë kontaktuar dhe na kanë ndoshtë me përkra projektin. Kështu që në vitin e fundit, prej 7 bursistave e kemi ngrit numrin në 30 bursista. Qëllimi ynë është që këtë numër të bëjmë deri në 100 bursista në vit. Në këtë fushë po punojmë vazhdimisht edhe shpresojmë që kemi me arrit këtë qëllim. Ndërsa sa i përket projektit tjetër, Balkan Youth School. është projekt edhe të cilët keni qenë ju e angazhuar në aktivitetet e projektit. Ky projekt realizohet në të gjitha shtetet e Ballkanit. Është e përkrahur nga Presidenca e Republikës Turke dhe popujve mike, në të cilët nga çdo shtet i Ballkanit është një organizatë e cila përfaqëson projektin dhe realizon projektin. Për Kosovën është organizata IDEA. Projekti realizohet në 2 qytete, në qytetin e Prizrenit edhe në qytetin e Prishtinës. I kemi diku 50 pjesëmarrës, 25 në grupin e Prizrenit, 25 në grupin e Prishtinës. Kuadër të projektit realizojmë trajnime në fushën e sociologjisë, media dhe komunikim, gazetari, psikologji, leadership e kështu me radhë, punëtori të ndryshme, por çka është më e mira, ajo që themi qershia mbi tort, është se pjesa e dytë e projektit vazhdon me një vizitë kulturore në Republikën e Turqisë. Dhe gjitha shpenzimet pra të vizitës, të akomodimit, të udhëtimit janë të mbuluar nga buxheti i projektit. Pra ndoshta kjo e bën edhe që projekti të ketë më shumë interesim nga të rinjt. Ky projekt diku realizohet gati 7 vite. Në vitet e para udhëtimi është realizuar në Stamboll të Turqisë, pra ka qenë vetëm një vizitë kulturore, diku 5 ditore deri në 1 javë, por pas e ka ndryshuar koncepti, ku 2 vitet e fundit, kuadër të këtij projektit nuk po realizohet vetëm një shëtitje, por realizohet një kamp, ku në atë kamp po marrin pjesë gjithë të rinjt edhe të shteteve tjera, që kanë qenë pjesë e këtij projekti, edhe është kamp disa ditor, në kuadër të kampit po realizohen edhe aktivitete të ndryshme, ku po kanë mundësi të socializohen mes veti, të realizojnë aktivitete, po i shprehin idetë e tyre, edhe po ndodh ajo të themi network apo rrjedhëzimi i të rinjve të ndryshme nga shtetet e ndryshme të Ballkanit. Këtë vit jemi në planifikim, pra në procesin e planifikimit të realizimit të projektit. Besojmë që edhe këtë vit do të kemi interesim të madh dhe të realizojmë projektin me sukses. A të flasim për fillimet e organizatës, pra si është dukur ai realiteti, pra e organizimit shumë ndoshta projekteve, korrekcisë? Kështu organizata është themeluar në vitin 2012, kurse unë jam bashku në vitin 2019. Pra diku 6 vite kam bërë që jam në këtë organizatë, edhe gjithmonë tregon që fillimi ka qenë kogja sfidues, sepse është themeluar pra nga 3 persona që në atë kohë kanë qenë mosha e rinore, tash këtë mision apo këtë borën e kanë lënë neve 3-ve, edhe tregojnë që atëherë ka qenë kogja sfidues për shkak organizate e re, nuk kanë pas kapacitetet mëdha financiare, nuk kanë pas hapësira, edhe realizimi atëherë nuk ka pas rrjete sociale, ndoshta tash ne kemi pak më të lehtë që të identifikojmë të rinjt ose të përhapemi tek të rinj, atëherë ka qenë pak më sfiduese, por siç jam angazhuar unë në organizatë, unë e kam ndje veten si në shtëpinë time, sepse kemi një atmosferë familjare në atë organizatë, edhe unë qysh prej moshës rinore, domethënë, më është besuar pozita ta hulleqi një projekt. Pra, këtë ndoshta nuk e ka, domethënë nuk jepet hapësirë në asnjë organizatë, po unë ndoshta e kam tregu pak edhe veten, më kanë besuar edhe vetë kum dal me një ide të projektit, është pëlqyer projekti nga kryesia, është votu, edhe e kam udhëheq projektin prej fillimit deri në fund. Se na zakonisht kemi projekte tradicionale, por në fund të vitit kur e kemi mbledhjen me kryesin, çdo antar i kryesisë vjen me një ide për realizimin e një projekti, votohen projektet edhe shikojmë gjatë vitit ku mundemi me apliku, në çfarë fonde, në cilën institucion me atë projekt. Edhe atëherë ka qenë projekti i parë të ndo për Prizrenin, pra ka qenë projekti im i parë që e kam udhëheq. Edhe një në fillim disa antar të organizatës nuk kanë besuar që mundem unë me udhëheq projektin, po e kam tregu veten.
edhe ata mendimin e tyre, pra e kemi arrit me realizuar projekt, edhe pas këtij projekti suksesshëm është besuar edhe pozita e koordinatorit. Si të erdhe kjo ide për këtë projekt? Po, projekti Këndo për Prizrenin ka qenë një projekt e cila është realizuar para 15 vite, edhe unë e kam pa atë në rrjete sociale. Është realizuar nga një organizatë e komunitetit turk. Më thënë, janë këngët turke të cilët janë këndu prej artistave turk të Prizrenit. Edhe më merr dhe ide, thash, ta e kthejmë këtë koncept, ta bëjmë për Prizrenin, po të këndojnë të rritë, që janë të talentun, edhe të komuniteteve tjera. Pra ju kanë diku 15 të rinj, nëse nuk ka boj, të komuniteteve të ndryshme të Prizrenit, edhe kanë kënduar këngë që janë kushtuar për Prizrenin. Pra ka qenë kënga e Po të preste Shadërvanit, tash që është kënga hit e Yll Limonit, edhe kënga Në tren për Prizren. Edhe çdo i ri e ka këndu një strofë, edhe xhirimi ka qenë pra për një pjesë të Prizrenit. Për shembull, një xhirim ka qenë në Kalani e Prizrenit, një xhirim ka qenë te Lidhja e Prizrenit, një xhirim në Shadërvan. Pra kështu e kemi kombinuar, edhe si klip ka dalë i bukur, po edhe si projekt, them kështu të kogja ka dhes si projekt, edhe ka qenë projekt i suksesshëm. Belar, të fokusohemi pak tek bashkëpunimet. A mund të na tregon ndoshta bashkëpunimi i fundit, aq që kalon më shumë të mbreza? Po, si shembull, e kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me organizatat rinore, gjithmonë realizojmë aktivitete për ditë të veçanta, nëse flasim për si ndonjë shembull të mirë është aktiviteti i fundit që e kemi realizuar me 12 dhe 13 gusht për ditën ndërkombëtare të rinisë. Pra kemi shtrirë aktivitetet, i kemi realizuar këtë ditë në 2 ditë, edhe idea ka lind vetë sepse ne kemi një bashkëpunim shoqëror. Vetëm ishim tunete dhe bisedonim se çfarë mund të bëjmë për këtë ditë, edhe na lindi ideja, pra çdo organizat edhe propozimin e vet. Një organizat thonë mundem me realizu këtë aktivitet, tjetra aktivitetin tjetër, i bashkuam aktivitetet edhe bënëm një agjend të veçantë për ditën ndërkombëtare të rinisë. Pra kemi pas aktivitetin e parë ka qenë i ftuar edhe kryetari i komunës të Prizrenit në bashkëpunim, pra të ftuar kanë qenë edhe përfaqësuesit të Rajkos, edhe ku kemi pas mundësi të shfaqim idetë tona apo edhe sfidat tona që po jasim si organizata. Pastaj si aktivitet të dytë kemi pas një mbjedhje të pemës në qendrën rinore në Prizren. Vjen mirë, po ashtu edhe përmendëm e keni zgjatë, pra 2 ditë ka qenë kjo punë, edhe e keni përfunduar një koncert që me të vërtetë është diçka shumë e mirë, pra dhe atraktive për të rinjt. Sa keni pa këtë përfshirjen e të rinjve pikërisht tek ky projekt i fundit? Ka qenë numri i pjesëmarrësve ka qenë jashtëzakonisht i lartë, për shkak se deri më tani nuk ka ndodhur një gjë të tillë. Atë kohë ka qenë koha e festivaleve, ka pas edhe një fluks të madh të qytetarëve, edhe dihet gushti është fluksi i festivaleve në qytetin e Prizrenit, edhe na ka rënë në një datë, ndoshta edhe në një datë të mirë, por edhe interesimi ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Për shkak se kanë qenë aktivitetet rinore, edhe të rinjt kanë pas mundësi me bashkëbisedu me të parin e komunës, t'i tregojnë idetë e tyre apo t'i ndajnë edhe shqetësimet e tyre që i kanë. Po ashtu ka pas edhe një aktivitet rrjedhëzimi ndërmjet tyre, janë rrjedhëzu të rinjt të shkollave të ndryshme, të universiteteve të ndryshme që janë në Prizren. Edhe në fund e kemi përmbyll pra me një koncert, ku edhe koncerti ka qenë në një hapësirë të hapur, pra në kejnë e Shadërvanit, edhe ka pas jo vetëm të rinj, po ka pas edhe të moshave të ndryshme, edhe ka qenë një koncert i lezetshëm ka dalë për shkak se gjithë grupi që kanë performuar në koncert kanë qenë prej të rinjve. Ka këngëtarët deri tek instrumentet, pra që prej frymorët, gitaristi, basisti, pra kreti nuk kanë të moshave rinore. Pra ka qenë një kombinim i mirë, ka qenë një koncert me 3 gjuhë, pra ka pas gjuhën angleze, këngë prej gjuhës angleze, gjuhës shqipe, gjuhës turke, po ashtu edhe bosnjake. Kështu që kemi dhënë edhe atë mesazh të bashkëpunimit, edhe mesazh që jemi një qytet shumë kulturor e bashkëpunues. Pikërisht e përmendëm, pra jeni shumë bashkëpunues edhe përfshirjen e, pra nuk ju nuk keni dallime në asnjë aspekt.
Sa është në për shembull hapësirën e përfshirjes të vajzave, djemve, sa vjeçar zakonisht vinë të kjo? Po në organizatën tonë zakonisht e kemi si target të rritë moshave prej moshës 15 vjeçare deri në moshën 23-24 vjeçar, pra më shumë të rritë që janë në shkollat e mesme edhe në studime. Pra edhe plan programin edhe fokusin e kemi tek ky komunitet rinor, për shkak se aktivitetet që i realizojmë, temat e aktiviteteve që realizojmë i prekin më shumë këto mosha, sepse rinia në qatë moshë ndoshta përjetojmë momente më sfiduse. Kemi pjesën e studimeve, pjesën të ndryshme, domethënë ndryshimeve sociale të jetës, edhe në qatë periudhë të jetës mundohemi gjithmonë me qenë pranë të rinjve me aktivitetet tona, po edhe ata kur kanë ndonjë shqetësim, vinë adresohen tek ne, nëse është diçka ku mundemi me ngritë si çështje, ne me kapacitetet tona, qoftë ndoshta edhe përmes mediave, qoftë edhe përmes komunikimeve që kemi me institucione, shkojmë t'i zgjidhim problemet, pra nëse mund t'i zgjidhim. Pra kjo është, si thash, prej moshës 14 vjeçare deri në moshën 25 vjeçare, po ne jemi të hapur edhe për trit që janë mbi moshës 25 vjeçare, që ndoshta e kanë përfundu studimet, ju në kthy ose kanë qenë Prizren dhe kanë përfundu, edhe na i japim dyrt atyre, i thojmë që hajde në organizatën tonë edhe kontribuo dhe ti, bëj një trajnim. Je për shembull jurist ose je psikologe, hajde bëj një trajnim trive tonë në fushën e psikologjisë. Pra nuk kemi kufizim të moshës, me ne është e rëndësishme pra të jetë një individ i ndershëm, edhe që ka dëshirë të kontribuojë në shoqëri. Po ashtu edhe i përkushtuar. Po, ashtu i përkushtuar, i disiplinuar, të jetë pra i përgatitur në fushën e vet dhe të vitë të kontribuojë në mënyra të ndryshme. Cilat fusha pikërisht, ndoshta keni pas që po ka më shumë nevojë në këtë pjesë dhe po ka efekt? Na zakonisht në vitet e fundit jemi fokusuar më shumë në fushën e edukimit medial. Për shkak se gjithmonë na me trit tanë kur jemi në komunikim, bëjmë një anketë ose ulëmtim edhe i pyesim çka janë kërkesat e tyre. Në çka janë, domethënë, çfarë mungese kanë, në çfarë fushe. Edhe edukimi medial tash është bërë trend, ku në shumicën e vendeve të ndryshme të botës është të futur në kurrikulën mësimore, po për fat të keq në Kosovë ka mbetur vetëm si temë të diskutimi, por ne si organizat, nuk ka dhe organizata tjera në Prizren, jemi duke munduar që viteve të fundit të realizojmë projekte në aspektin të edukimit medial. Këtë viti kemi pas 2 projekte në këtë fushë, ka qenë projekti i parë gazetaria digjitale, ku kemi ftu disa gazetarë, kanë bajt trajnime lidhur me edukimin mediatik, lidhur me shkrimin e një rrëfimi, realizimin e një përmbajtje, realizimin e një interviste, video interviste ose storjeve, po ashtu edhe mbrojtjen nga lajmet e rreme. Sepse një ulëmtim i cili është bërë, për shembull në Prizren, komuniteti rinor zakonisht i merr informatat prej platformës së TikTokut. Edhe platforma e TikTokut është një platformë e cila është më e përshtatshme për dezinformim, sepse nuk ka ndonjë verifikim të lartë, verifikim të sigurisë, hapen profile të ndryshme, edhe personat të cilat dëshirojnë me qëllim të keq të orientojnë një grup, një komunitet në një orientim të caktuar që zakonisht për fat keq në Kosovë bëhet për qëllime politike, pra të orientojnë në ndonjë parti apo edhe në ndonjë ideologji, edhe i keq përdorin dhe i dezinformojnë. Prandaj, duke e parë këtë shqetësim nga të rit, por edhe nga komuniteti, ne jemi duke realizuar aktivitetet të tilla. Si projekti i dytë ka qenë projekti Youth Story, i cili është realizuar muajin e kaluar, pra kemi pas përmbylljen, kuadër të këtij projekti kemi pas disa trajnime për realizimin e një storie, se si realizohet një storie nga fillimi deri në përfundim, nga xhirimi deri në shkrim, edhe kanë qenë të ftuar shkollat e mesme të komunës së Prizrenit, janë ndarë në grupe edhe secili shkollë ka dalë me një ide se çfarë storie mund të realizojnë, normal për shkollat e tyre,
për shembull një shkollë ka realizuar, ka promovu kabinetin e informatikës, tjetri dizajnit grafik, tjetri floktaristë dhe estetikës, një shkollë, një profesor i cili ishte talent për vizatim, edhe ka qenë një garë. Në fund të garës, shkolla fituese ka përfitu një çmim dhe një aparat profesional, të cilët kanë ndihmu për mi realizu përmbajtje të ndryshme në të ardhmen. Pra ka qenë një projekt kogja i mirë edhe ka pas interesim të mirë. Ka qenë shkolla e qendra e kompetencës, që është zgjedhë si fituesi i projektit me temën floktaria dhe estetika. E kemi nda dhe çmimin edhe besojmë që do të vazhdojnë të realizojnë aktivitetet të tilla. Qëllimi ynë është edhe që në shkollat të ketë klubet mediatike të përbërë nga nxënësit. Pra vetë nxënësit ta mirëmbajnë ndoshta faqen e shkollës në rrjetet sociale, të fotografojnë aktivitetet, të xhirojnë, të realizojnë video montazhin dhe të publikojnë në rrjetet sociale të tyre, kështu që jemi në bisedime pra brenda organizatës, ku siç thash në fund vit në gjithmonë i propozojmë projektet dhe diskutojmë. Pas 2 ditë kemi edhe mbledhjen e kryesisë për fund vit, ku do të kemi mundësi të shfaqim idetë tona, të shfaqim projektet tona dhe besojmë që shumica e projekteve do të realizohet. Pra, ju jeni shumë të përfshirë edhe pikërisht kjo pjesa që përmendëm prej moshës 15 vjeçare, prej shkollës të mesme, pikërisht po ju ndihmonte kjo pjesë shumë. Po, natyrisht për shkak se pra fillimi është prej shkollave 15 vjeçare, për shkak se ndoshta në qatë moshë është faza më kritike të zhvillimit të personalitetit, është faza e pubertetit edhe tash shumë folëm edhe për sende pozitive, por kur të shohim, kur të lumtojmë ne për fat keq kemi edhe raste të ndryshme negative që po i shohim në Prizren. Trit janë, domethënë një pjesë e trive janë kogja të devijuar, janë të orientuar pra nëpër rrugë të këqija, pra janë përdorues të substancave narkotike, pra në mënyra të ndryshme dhe kjo po na bën që në të vërtet të ndjehemi keq edhe po faktikisht edhe po na motivon që më shumë me punu. Po e shohim ndoshta mungesën, faji duhet me kërku edhe tek vetja, ndoshta po mendojmë që duhemi më shumë me punu. Qoftë se organizat, po duhet të kemi më shumë bashkëpunime edhe me institucione, ti parandalojmë këto, ndoshta nuk mundemi me parandalu ta bim në nivelin 0, po sadopak të jetë një përqindje më e vogël. Kjo është për të ardhur keq sepse ka trim për shembull që i njohim edhe janë përdorues të substancave të ndryshme, i shohim ose ka trit që përdorin dhunë vetëm në Prizren. Javën e fundit i kemi pasur 2 raste ku 2 trim të shkollës, adoleshent të shkollës fillore për 14 vjeçar, kanë përjetuar dhunë, pra ka ndodhur një rast të therrjeje, në fakt 2 raste, edhe kjo është diçka alarmante, pra qoftë edhe këtu duhet të merren opa sa më të shpejta, domethënë jo vetëm organizatat, po faktikisht institucioni duhet të ketë atë barrën që të i parandaloj këtë dukuri negative. Mendoj që edhe organizatat ndryshme rinore po e kanë pikërisht këtë qëllim edhe po ja dalin që me mujt mos milion trit më deviju edhe mi përfshin diçka, sepse gjithmonë një aktivitet, sidomos në këto pjesë të adoleshencës, pra kjo mosha është ajo që na stimulon më shumë edhe ndoshta na formson si njeri. A keni po ndoshta vite më parë ndonjë pjesëmarrës në trajnimet e juaja që tash ndoshta keni po që ka arrit shumë a shumë? Po edhe qëllimi ynë është pra kjo që the, pra të vinë edhe të gjenë veten, sepse kur vjen një i ri në organizat, e krijon një shoqëri të re, bëhet ajo pjesa e rrjedhëzimit. Edhe e sheh veten se ndoshta në shkollë kemi mungesa të shumta në arsim. Nuk kemi domethënë pjesën e orientimit në karrierë. Jo çdo individ mund të jetë për shembull i aftë për shkencat natyrore ose shkencat sociale. Kurse në organizata na vet individin e shohim se për çka është i aftë, ne besojmë se çdo i ri ka aftësitë e veta. Pra jo çdo kush mund të jetë për shembull i mirë me nota shumë të larta në shkollë. Sidomos edhe në programin e bursave, ndonjëherë na i selektojmë edhe trinj që nuk i kanë nota të mira, por gjatë intervistës ata tregojnë që kanë vullnet për shembull me kontribuim në shoqëni, kanë talente të ndryshme, qoftë në vizatim,
qoftë në teknologji, në kodim, fotografi, pra edhe ata janë të rëndësishëm për ne. Edhe ajo është që ne mi ngrata të rinë në organizatën tonë, edhe mi dhonë motiv që edhe ata munden me arrit, pra mi dhonë motiv, mi dhonë hapësirë, le të vinë të punojnë, le të organizohen, le të bashkëpunojnë me tritë të tjerë, edhe ta gjenë vetet. Sepse gjithë kjo devijimi ndodh, sipas mendimit tim personal, për shkak se kur një i ri nuk mundet me gjetë veten, qoftë shoqëni, qoftë në shkollë, po qoftë edhe në familje, kështu që aplikon në mënyra, pra në rrugë të ndryshme, edhe kjo është ajo shkaku i devijimit. Pra edhe ne mendojmë që jemi të hapur pra për gjithë të rinj, le të vinë, le ta sfidojnë veten. Si për shembull, ndoshta mundemi me tregu shumë shembuj. Për shembull, antarët ose bursistët që kanë qenë para 5 viteve në organizatën tonë, ata i shohim që janë të angazhuar si arsimtar në për shkolla, si arsimtare në shkolla, si sekretar në për institucione të ndryshme, si gazetare, për shembull, një shembull pra e kemi këtu, ADN, e cila para 2 viteve sa e di ke qenë në organizatën tonë, në aktivitetet të organizatës, dhe na ka mirë për shembull që kur na ke kontaktu edhe nuk na ke harru si organizat, domethënë si ju... As ju nuk më keni harru. Po, jo, ne as ty, po as një ri nuk e kemi harru, sepse deri më tani kemi prek diku rreth 3.000 të rinj, qysh nga viti i themelimit, edhe me secilin të ri ta i kemi kontaktet, e kemi databazën tonë, edhe vazhdimisht shikojmë i përcjell sa të mundim se ku janë, çfarë janë duke bërë në shoqëri, shumica e tyre kanë hyrë edhe në politikë. Ka për shembull në për parti të ndryshme janë në listat listë për ka qenë zgjedhjet lokale, në listën e asamblistëve, po edhe për listë të deputetëve, kështu që kjo na bën mundi edhe na motivon më shumë. Pikërisht është kjo integrimi në shoqëri edhe socializimi në mënyrës duhur që filloj nga 15 vjeçaria. Po, absolutisht pajtohem me këtë, edhe kjo po na bën për shembull që edhe ndonjëherë kur po demotivohemi, po kemi sfida, kur po i shohim shembuj të tillë, kjo po na motivon që ne ende duhemi me vazhdu me punu. Edhe është e mira organizatës për shembull, jemi një familje të cilët secili prej tyre jep kontributin në mënyra të ndryshme dhe gjithmonë është hapësirë për të rinj. Për shembull, kanë qenë më herët disa të tjerë të cilët kanë hudhëq projekte, kanë qenë më të angazhuar, por ata tash janë në një moshë më të madhore, na kanë lënë hapësirë neve. Ndoshta mas disa vite në këtë studio nuk do të jem unë i ftuar, por do të jetë i ftuar një i ri tjetër i organizatës tonë, i cili tregon sukses. Pra gjithë qëllimi është ky, pra të kontribuojmë në rini dhe të kontribuojmë në fuqizimin e komunitetit rinor. Pra ju keni aktivitetet gjatë tërë vitet, pikërisht si e menaxhoni këtë pjesë? Po zakonisht kur e bëjmë plan programin ton, e bëjmë plan programin vjetor. Pra mundohemi që çdo muaj me mbulu diku me 1 apo 2 aktivitete. Po ndonjëherë po dalin edhe projekte surprize për shkak se nuk po dihet institucionet kur po japin thirrjet publike. Nuk kanë një datë të caktuar, sidomos për shembull nëse flasim për institucionet e Kosovës, Ministria apo Komuna e Prizrenit, thirrjet publike i kanë gjatë muajit shkurt mars, po janë edhe procedurat deri tek nënshkrimi i kontratës, deri tek alokimi i mjeteve, edhe kur po përfundon kjo procedura, ndoshta po bëhet fundi i vitit. Edhe domethënë na të organizohemi sa më shpejt për me realizu gjitha aktivitetet e projektit. Por ndoshta mund të përmend edhe këto, mund të kemi si një sfidë të vogël. Si një shembull, për shembull, ne këtë vit e kemi pas planifikuar me realizu një projekt. E kemi përfituar projektin nga Komuna e Prizrenit, po nuk i kemi pranuar mjetet për shkak se komuna ka pas me procedurën përmbarimore disa telashe të brendshme, edhe asnjë organizat në Prizren projektet e këtij viti s'ka mujt me realizu për shkak të mungesës financiare, por ne kanë thënë që projektet do t'i shtynin vitin e ardhshëm. Pra ky projekt ndonjëherë edhe e kemi në plan, po në realitet nuk po ndodh kjo, po e shtym në vitet e ardhshme. Ju keni projekte që edhe shkojnë me disa muaj, përmend një projekt që zgjat 7 muaj total. Si organizohet kjo për shkak se 7 muaj një projekt, por ndërkohë ju keni edhe projekte tjera në cilë punë ndoshta më të shkurta, disa ditore.
Si organizohet kjo nga jo, për shembull, se ju e keni 2 projekte ndryshme, varësisht prej strukturës pra të organizatës? Po, zakonisht nëse kemi 2 projekte në të njëjtën kohë, ne mundohemi që aktivitetet e projektit mos të bindesh në një ditë. I ndajmë për shembull, nëse e kemi një aktivitet në javë, mundohemi të hënën për shembull ta bëjmë aktivitetin e një projektit dhe në fund të javës aktivitetin e projektit tjetër. Sa i përket kapacitetit të realizimit na edhe angazhojmë staf shtesë kur nuk kemi kapacitet për shembull me realizu projektet. Se zakonisht ne kemi projektet vetëdijsuese, kemi projekte që i bëjmë si trajnime, edhe për trajnime jo gjithë angazhohen antar të organizatës. Ne angazhojmë ekspertë të jashtëm, ekspertë të fushave të ndryshme, por varet prej projektit. Çfarë fushë është projekti edhe në bazë fushës e kemi edhe ne një rjetë të gjerë edhe gjithmonë edhe bashkëpunëtorët jashtëm janë të gatshëm të kontribuojnë edhe të vinë pra të mbajnë aktivitetet e tyre në organizat. Deri më tani nuk kemi pas ndonjëherë, s'mund të them si sfidë e madhe, pra ne jemi të hapun, që kemi edhe më shumë projekte. Pra gjithmonë synimi është mos të rrimë me kaq. Pra nëse kemi më shumë projekte, atë ne do të prekim më shumë të ri, do të kemi më shumë staf, do të zgjerohemi, një ndër synimet është edhe të zgjerohemi në qytete tjera. Pra si shembull dhe kemi edhe Prishtinën që disa vite me projektin Ballkani New School, sepse në fillim projekti Ballkani New School është mbajt vetëm në Prizren, por në vitet e fundit kemi arrit me zgjeru edhe me mbajt në Prishtinë. Bile vitin e fundit, kur i kemi shikuar aplikimet, diku mund të them kështu me 70% të aplikantëve kanë qenë nga qyteti i Prishtinës. Pra më shpejt jemi përrap në Prishtinë se sa në Prizren. Ndoshta në Prizren ka dhe shumë organizata rinore, po me një kohë të shkurt kemi arrit ta prekim edhe trin të Po ndoshta edhe ideja e projektit ka qenë atraktive edhe me të vërtetë shpërndoa fjala më shpejt. Po, edhe unë gjithmonë zakonisht kur të mbajmë sesionin e parë informues të projektit Ballkani New School, edhe e dim i referojmë kështu pra në mënyrë të shakas, pra e di që keni ardhur ndoshta për me shku në Turqi, që është pjesa e Turqisë, edhe ndoshta edhe ajo bën që ketë një interesim të madh, se me të vërtet ka mungesë të organizatat, shumë pak organizata ka që realizojnë ndoshta në fund një shëtitje ose i shpërblen diçysh të rit. Se siç thash për shembull ka shumë organizata rinore. Për shembull në kohën tonë ka qenë shumë e rëndësishme me marrë një certifikat, një mirënjohje. Edhe e rëndësishme edhe është vlerësuar. Edhe me gjithë vullnet, me çdo vullnet na kemi shku, me kry trajnimin edhe veç me marrë çat certifikatën. Po tash për shkak se janë çdo organizatat rinore, po edhe organizatat të fushave të ndryshme, vlera e marrjes së një certifikate pak ka ra, sepse të rritë po thënë që kena mundësi çdo herë, çdo ditë, çdo javë, po ka trajnime, me një ditë trajnim shkojmë me marrim certifikatën, s'po na vlerësohet certifikata as në aplikimet për punësim ose aplikimet për shkollë, ndoshta nuk kanë faj, po edhe na po mundohemi që në fund projekteve, në fund aktiviteteve të kemi një shpërblim për të rinj, pra të stimulojmë, pra qoftë ndonjëherë siç është puna e busave, qoftë me aktivitete kulturore. Si ka luajtur Turqi herën e fundit? Unë personalisht nuk kam qenë herën e fundit. Çdo herë kur është realizuar projekti, domethënë shëtitja në Turqi, unë kam qenë si pjesëmarrës, domethënë si staf i organizativ, po për shkak të disa punëve personale këtë vit unë nuk kam qenë, po sa i di backgroundin, feedbackin fakt që e kam marrë për pjesëmarrësve, më thonë që kanë kalu shumë mirë, janë kënaq, ka qenë koha e verës, kampi ka qenë kogja i mirë me aktivitete, ka qenë qytetin e Çanakkale's, ndoshta nuk është e madhe dhe bukur sa Stambolli, po edhe aty ka elemente që ja vlen me pa. Ndoshta ka një bukuri të brendshme të qytetit? Po, bukuri të brendshme, historike, e kulturore. Sipas, domethënë kur i kemi kontaktu të rinjtë që kanë qenë në shëtitje, janë ndoshta shumë të kënaqur, bile kanë pyetur a mundem edhe një herë me ardhur, për shembull edhe vitin tjetër, po na zakonisht e kemi këtë parim. Për shembull në projektin Ballkani New School, ata që janë pjesëmarrës, nëse një vit ka marrë pjesë një i ri në projektin Ballkani New School dhe ka realizuar shëtitjen në Turqi,
vitin tjetër ne japim hapësirë të një riu apo reje tjetër, të ketë mundësi të shë dhe ai. Pra automatikisht ai eliminohet për shkak se ka qenë një herë, sepse trajnimet janë të njëjta. Domethënë temat e trajnimeve gjithmonë shumë pak herë ndonjëherë ndryshojnë. Vendi është i njëjtë, edhe qëllimi jonë është që sa më shumë të ri të vinë edhe të përfitojmë nga trajnimet, por edhe të përfitojmë nga shëtitja kulturore. Cili është ndoshta projekti cilin i keni në plan në të ardhmen e afërt edhe në dispozitivime të shpalosur këtu në studio? Po, si plan për të ardhmen ne gjithmonë, domethënë gjatë diskutimeve, sidomos në këtë vit, ne nuk kemi për shembull një grup të vullnetarëve të organizatës. Organizata tjera ndonjëherë kanë, por ne kemi kryesinë, me kryesinë përcaktojmë projektet, edhe mbas projektit i ftojmë trit. Edhe i riu për shembull vjen, e përfundon projektin edhe pra shkon, pastaj domethënë ndonjëherë edhe po na ndërpriten kontaktet. Tash qëllimi është që ta formojmë një grup të vullnetarëve, prej trive të trejave të fushave të ndryshme, edhe të kemi një buxhet të caktuar vetëm për aktivitetet e grupit të vullnetarëve. Pra jo ata të jenë pjesë aktiviteteve tona, po ata të realizojnë aktivitete në kuadër të organizatës. Pra ata të jenë koordinator të projektit, ata të jenë organizator, menaxher të projektit, gjithë nga fillimi deri në përfundim të organizohet normal. Pra nuk mundemi me dhënë përgjegjësinë për projektet madhore, por projekte ose aktivitete simbolike. Pra qëllimi është që edhe ata të kenë ndjenësinë se ta ndjejnë atë ndjenjen e kontributit në shoqëri, sepse me të vërtetë është një ndjenjë shumë e mirë, sidomos te na, sa vite kam kontribuar në projekte të ndryshme, po edhe në ditët e sotit kur e përfundon një projekt me sukses, dyqysh ndjehesh shumë i mirë sepse ke arrit diçka. Edhe këndjesina po planifikojmë pra me bartë edhe të rinjve, edhe ta shohin pra të përballen me sfida, sepse gjatë realizimit të aktiviteteve, të projekteve, kemi edhe sfida, pra aty duhet të kemi një durim, një aftësi të organizimit, aftësi të leadershipit, pra gjatë praktikës ti përfitojnë edhe ato aftësi. Si një projekt tjetër që mund të them që kemi në planifikim, po planifikojmë të realizojmë një aktivitet si në formë festivali i projekteve për shkollat e mesme, të organizojmë që çdo shkollë të mbajmë trajnime për shembull 3-4 ditore, të mësojmë se si shkruhet një projekt. Si mund të gjejmë elementin apo problemin që në bazë problemit tu bazojmë në problem me shkruajtë një projekt, me menaxhuar një projekt, edhe me i përzgjedh për shembull projektet më të mira me i financu, edhe ata të realizojnë në shkollat e tyre. Pra dhe ata të angazhohen, të shohin se si është të kontribuojnë në shkollën e tyre, të përfitojnë aftësi të shkrimit dhe menaxhimit të projektit. Po ashtu si projekt tjetër, edukimi mediatik, po mendoj me vazhdu vazhdimisht, si një projekt që kemi pas këtë vit, ndoshta do të vazhdojmë edhe vitin e ardhshëm. Pra, nëse mundemi me arrit me përfitu projektin, është projekti zhvillimi socio-ekonomik në sytë të rinjve. Ky ka qenë një projekt ulumtues ku disa anëtar të organizatës, po dhe bashkëpunëtor të jashtëm janë angazhuar, kanë bërë një ulumtim me shikuar çfarë sfida kanë bizneset edhe çfarë sfida kanë trit në tregun e punës. Në fund kemi shfaq një raport përfundimtar ku i kemi dërguar edhe institucioneve, por edhe bizneseve me statistikat, me rekomandimet se si mund të përmirësohet, pra edhe mënyra e të bërit biznes nga bizneset, po edhe mënyra e mbështetjes institucionale nga institucionet tek bizneset. Sa e ka ndryshu juve si person, pra e përmendëm që ju nga viti 2019 jeni bashku me organizatën IDEA, po me krahasu vitin 2019 me tash 2025. Po, unë për shembull tash vitin 2019 kam qenë te IDEA, po para organizatës IDEA kam qenë angazhuar edhe disa organizata tjera, kështu si pjesëmarrës. Unë fazën e
i kontributit apo të angazhimit në organizata edhe nis prej shkollës mesme, do të thënë prej klasës 10, sepse në shkolla gjithmonë vishin organizata të ndryshme për realizimin Ajo e është një vetëm pak a shumë tek pjesëmarrësit? Po, do të thënë kam filluar si pjesëmarrës, gjithmonë kam qenë i angazhuar. Çdo projekt, për shembull, kur kanë ardhur organizata të tjera me na njoftuar, unë kam i pari si vullnetar që ju paraqit edhe me qenë i gatshëm të angazhohem në projekt, i mbajmë trajnime, sepse kam mendu edhe ajo që kam mendu ka ndodhur në realitet, përmes edukimit jo formal mundemi mu formsu më shpejt se sa edukimet formale. Tash në shkollat të ndryshme, krahasim për shembull dallon prej shkolle në shkollë. Po shumica e shkollave tash edukimi, ndoshta nivelin e edukimit e kanë pak më bazike, sepse ndoshta edhe stafi shkollor, arsimtar me shumë respekt, po kanë arritur në një moshë ku sistemi arsimor, kohën kur kanë qenë ata trim, ka qenë pak më ndryshe, e tash ka një ndryshim të madh me rritjen me zhvillimin e teknologjisë, me zhvillimin e inteligjencës artificiale. Nganjëherë ata po kanë si sfidë pra t'i bartin ato njohuri tek të rinjt, sepse nuk ka interesim nga të rinjt. Po përmes edukimit jo formal, këto informacione po barten në mënyrë më atraktive. Pra po ka interaktivitet, atraktivitet, aktivitet të ndryshme që përmes aktivitetit ata po mësojnë edhe po i zbatojnë praktik. Edhe unë këtu pra e ku ndje veten që mundem me përfitu diçka në këto trajnime, edhe gjithmonë jam qenë i angazhuar në shkollën e mesme. Pastaj në fund si maturant jem angazhuar në organizatën Kuvendit të Rinjve të Prizrenit. Është një organizatë e cila funksionon edhe sot ku kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht, sepse janë kogja aktiv në Prizren. Edhe aty kam qenë si antar i Kuvendit të Prizrenit. Atëherë, si në fillim, si mbledhjen e parë apo dytën, e kam propozuar një projekt, ka qenë një thirrje të UNICEF-it, ku si organizat kemi marrë pjesë, edhe që aty jemi mësuar se si shkruhet një projekt, si realizohet një projekt. Ka qenë një garë të realizojmë një projekt në fushën e bullizmit, pra kundër bullizmit, edhe e kemi artu në aktivitetet, i kemi prezentu, po atë vit nuk kemi mujtë me përfitu atë projekt. Ka përfitu një organizat tjetër, i cili ka qenë një organizat të angazhuar për personat me nevoja të veçanta, pra i kanë dhënë përparësi atyre, po aty një zyrtar i Ministrisë së Kulturës na është afruar personalisht mua dhe më thashë që projekti më ka pëlqyer shumë, mos u ndalni, jeni organizat, na kontaktoni kur i kemi thirrjet. Edhe na kanë dalë domethënë informacionet kontaktues, unë i kam mbrojtë edhe mas 2 muaje kur janë hap thirrjet publike, unë i kam kontaktu. Atëherë nuk i ri kam qenë edhe nuk kam ditë si shkon procedura, ku duhet me apliku, çfarë formulari duhet me mbush, po ata janë tregu të gatshëm për me na ndihmu. Ne kena shkuar, kemi takuar në zyret, atëherë ka qenë ministri i kujtim Gashi si ministër, i kemi takuar dhe i kemi tregu për projektin, na ka pëlqyer dhe na ka mbështet. Po ashtu stafi i tyre na ka ndihmuar për realizimin, pra për shkruarin e projektit, për menaxhimin e projektit, edhe kemi përfitu projekt. Me një shumë më të madhe se sa ka qenë gara e parë, pra që nuk kemi më arrit. Kjo ka qenë projekti im i parë që e ku marrë vetë përgjegjësinë prej fillimit, domethënë prej momentit të kontaktit të zyrtarëve të ministrisë deri në përfundim në raportim. Edhe ka qenë një përvojë e mirë, jashtëzakonisht e mirë, edhe kur i më inkuadru për shembull në organizatën Idea, unë aty veç e kam shpreh që unë di me shkruajt projekt. Ndoshta nuk e kam ditë në nivel shumë të mirë. Ndoshta ato specifikat e vogla. Specifikat po ashtu, po kam pas një njohuri, edhe ata më kanë edhe më kanë dhënë hapësirë, kjo më ka bërë shumë mirë që Idea ka qenë domethënë gjithmonë një organizatë goxha serioze, pra janë udhëheq prej trive, po që janë për pozita të ndryshme edhe që kanë një aftësi në projekte, edhe më kanë besuar dhe mandej kam nisë me projektin Këndo për Prizrenin, kështu që mandej kjo ka qenë rrugtimi. Edhe nuk jeni ndalë ende? Jo, nuk jemi ndalë edhe nuk po mendoj më ndalë, pra derisa i kam forcat e mia me kapacitetin tim dhe me fuqinë time të kontribuoj pra
çdo herë qëllimi është të kontribuojmë në komunitet edhe të prekim sa më shumë në jetën sociale të rinjve. Cili do të ishte mesazhi juaj për rininë e Kosovës? Si mesazh, pra unë gjithmonë them që çdo i ri pra nuk duhet të ketë ato mendimet dëshpëruese, mendimet negative. Gjithmonë ka hapësirë të kontribuojë, ka hapësirë të zhvillohet, ka hapësirë pra të zhvillojë kapacitetet, të inkuadrohet, qoftë në institucion, pra jo çdo i ri për shembull duhet kur t'i kryen studimet të punësohet në një institucion. Po tash të rit po i shohim kemi shembull shumë të mira që veçse po i krijojnë bizneset e tyre, po i krijojnë ndoshta edhe organizatat e tyre, pra po inkuadrohen në mënyra të ndryshme në shoqëri. Por çka duhet? Ata duhet që nga mosha fëmijërore ose mosha sa janë në shkollat e mesme të inkuadrohen për aktivitetet e shoqërisë civile. Pra aty kanë me pa edhe besoj që çdo i ri ka me gjetë veten. Ai ri të cilët është tema që shumë flitet pra migrimi të rinjve të cilët largohen nga Kosova. Unë them kështu edhe kam respekt për ata që largohen. Po nëse nuk e ke gjetë ti veten një angazhuar në një organizatë ose në një iniciativë të llojeve të ndryshme në komunitet edhe nuk ke mujt me gjetë veten, atëherë provo, shko edhe në jashtë vend, atëherë kontribuo nëse mundesh me gjetë veten, përfito, po mos harro që edhe mu kthy ndoshta me atë përvojën që e ke fitu, ki edhe shumë të ri që ndoshta kanë nevojë për ty, edhe e janë kontribuo në shtetin tënd. Gjithmonë flitet, siç thash, emigrimi, po ka edhe shumë që kthehen. Do të thënë jo çdo i ri shkon edhe gjen jashtë, do të thënë në shtetet e jashtme vend, pra e gjen veten. Po më mirë është të shkojnë jashtë, të shohin mundësitë e tyre sa të aplikojnë të devijojnë, pra të aplikojnë në rrugë të ndryshme, të devijojnë sepse një i ri pra kur nuk ka shpresë, kur s'mundet me gjetë veten, nuk shkon as jashtë, atëherë automatikisht është shumë i përshtatshëm për mu deviju. Prandaj nëse nuk zgjidhet kjo rruga e aktivizmit, atëherë të zgjidhet edhe rruga e emigrimit, pra të shohin edhe mundësitë në shtetet e jashtme. Atëherë Velard, faleminderit shumë që ishën në studio me ne sot, dhe besoj kemi pas një bisedë goxha kështu të këndshme. Doja të falenderoj personalisht edhe të falenderoj në emër të organizatës, ishte kënaqësi. Faleminderit për mundësinë edhe. Atëherë dashur shikues, kaq kishim për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës. Mirupafshim.